Përshëndetje të nderuar miq të Radio Televizionit 21. Për dallim prej ditëve të tjera, magazina Bonbon sot vjen nga White Garden, aty ku do të realizohet balloja pranverore e Radio Televizionit 21 në nder të 28 vjetorit të themelimit të tij. Sot ju prezantojmë prapaskenat e asaj që kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë edhe në këtë orë kur po realizojmë këtë emision, për të përgatitur sallën dhe gjithçka tjetër për këtë ngjarje madhështore, për valsin e rilindjes. Para se të realizojmë intervistën me Labin, Majlindën, Astridin e shumë të tjerë të cilët janë duke bërë një punë të jashtëzakonshme që gjithçka të realizohet deri në detajen e fundit, më lejoni që derisa të arritë Labi, të kthehemi pak në kohë edhe të shijojmë pak prej ballove që kemi pasur në të kaluarën në sheshin e Radio Televizionit 21. E njëri prej atyre i cili ka bërë një punë të palodhshme, jashtëzakonisht të bukur, është Labi. Labi do të na jap detaje të kësaj mbrëmje që ne e cilësojmë si ndër më të bukura dhe më të veçanta të vitit. Na ka munguar për disa vite balloja pranverore për arsye të shumta, por sot do të lëmë anash të kaluarën dhe po flasim për momentin. Po flasim për valsin e rilindjes, po flasim për të bukurën e kësaj ngjarje që është unike në vendin tonë. Çfarë ka me pas? Kush do të këndoj? Kush do të performoj? Si do të realizohet gjithë kjo, të themi, ngjarje madhështore? Kush do të jetë pjesë e valsit? Këto e gjithçka tjetër do të ndajmë ne Labi. Lab, po e rikthejmë njërën prej ngjarjeve më të veçanta në vend. Të parën të kësaj natyre ndoshta edhe në Ballkan, sa unë kam informacione. Po flasim për një ballo pranverore që ka qenë njëra prej ngjarjeve më të komentuara në vend, e ndërprem para 6 vitesh për arsye të ndryshme, të cilat do t'i lëmë anash, e thash edhe më parë, të kaluarën, ta lëmë anash dhe flasim për momentin. Valsi i rilindjes. Gjithçka startoj me 25 vjetorin ta. Në tonë të 25 vjetori jem sa e pata atë natë të organizume, edhe në i këthena një moment edhe e prezentoj fisin me një tango, edhe i thëmë, ditë ana ka marrë malli për ballon e një senishit, edhe dita aty ma gjun topin edhe thëtë prej sodit, urime për hajt koft balloja, mëro me organizimin gjithçka, kështu që faleminderit. Edhe mund vjen mirë, mas parti që edhe unë u ktheva tek vitet e ballos, u ktheva me nostalgjin, që ndoshta jam rritë edhe frymën Ke qenë njëri prej motorëve kryesor të saj, vërtet. Frymën e nisënishit një farë mënyre na gjithë vitin kemi punu, edhe në fund vitit me ballo më kurorzu, domethënë. Edhe pse na në fund vitit ishin programet festive, po diqysh pranvera, vike, u ringjallke, gjithmonë për shkak që zakonisht ne ishim të frymën janar, shkurt, janë të tillë. Kështu që na nuk u shërmëm, për shkak se u dufke me punu gjithçka edhe për me sjell ballon, kështu që nuk kemi qenë kur shymon sa i përket edhe situatave dhe sendeve të cilat faktikisht i kemi pas me vite. Jam me fat dhe jam shumë i lumtur që mas 6 viteve balloja rikthehet. Rikthehet buzëqeshja tek njerëzit, tek komuniteti artistik, jo vetëm komuniteti artistik, por e gjithë atyre bizneseve, donatorëve, përkrahësve të Radio Televizionit 21, politikës, sportit, gjithë atyre të cilët pak kanë qenë pjesë e pandarshme e gjithë këtyre viteve e Radio Televizionit 21. Kështu që një ditë duhet edhe Radio Televizionit 21 me mendu për secilin prej tyre, me sjell diçka, e as më tepër e kemi një obligim moral që duhet, domethënë, për secilin prej shikuesve, sepse i kemi shikues shajt, edhe minzi e presin me pa tapetin e kuq se si vëdoket e Dona, si vëdoket Fatozi këtë rast, si vëdoket Majlinda, si vëdoket Astriti, apo Agroni, apo Miljoti, gjithë ata cilët fakt janë pjesë e ballës e Radio Televizionit 21. Jam me fat se mungesa e përmendë edhe vetë mungesa e sheshit, mungesa e shumë kushteve ndërsa që i kemi pas shumë atletë për me ardhë deri te organizimi, po kur i ke bashkëpunëtorët e mirë këtë rast të White Gardenin, kur i ke përparimin e Majlindën afër, kështu që nuk është as pak e vështirë, për shkak se po vim tek finalizimi, po vim tek realizimi me secilin detaj, me vëmendje të përkushtuar. Përkushtuar secilin punën e vet,
edhe sa i përket White Gardenit, por edhe sa i përket ekipit radio televizionit Nisënie. Jam shumë i lumtur dhe jam shumë e fat për shkak që ekipi i White Gardenit ka bërë punën e mrekullueshme. Ekipi i radio televizionit Nisënie tash po flas jo vetëm Dita Florini apo Gjeri Eugeni, po këtë rast po e them që faleminderit dhe jam me fat sepse një gjuhë komunikimit përbashkët kemi pas edhe me Ndritjen, sepse mbi gjitha janë një armat e sponsorave që kanë bajt me vite radio televizionin Nisënie, që duhet patjetër me qenë pjesë e këtujt. Faleminderit ekipit marketingut radio televizionin Nisënie, e pastaj duke u nis tek departamenti i kulturës, po edhe informacionit, gjitha departamentet të cilat pak edhe i sportit i radio televizionin Nisënie, sepse mbi gjitha janë gjithmesh, po në anën tjetër, domethënë edhe me departamentin e kulturës, ku në faktikisht unë e them faleminderit edhe që më qëndrojnë mbrapa gjithë ata të cilët fakt kanë njohur mënyra të ndryshme, kanë shpërndar ftesa, janë për kujdes, ndoshta që kjo apo kjo. Këtë rast ty që kime qenë edhe një koqire kësaj nate, bashkë me Lorikën, bashkë me Qendresën, po i zbulojmë tash këto disa prej detajve, po është koha, për shkak që minutat, sekondat e ndajnë po bombonin, domethënë shumica njerëz thonë ku je nis, po edhe ti nuk e pave domethënë tapetin e kuq, se tapetin e kuq e zbulojmë pak as më vonë tek edicionet e lajmeve. Po pëlqeu edhe ky i bardhi, nuk ishte i bardhi është i momenti që faqe bardhur sa gjithmonë. Bile talon bardhi. Po, ama kështu që do t'jeta e kuqja, domethënë gjithë shkapi po vim tek përfundimi, po vim tek realizimi, tek kompletimi, që me qenë një natë e veçantë edhe për ata secili që ardh. Unë them, mos ta kisha pas mbrapa vetit Milotin, mu marrë me detaje me sendin, mos ta kisha pas këtë rast Majlindën për parimin që thotë gjithkohës jo kjo. Edhe mos ta kisha pas për mbrapa ekipin e produksionit të radio televizionit Nisënie, Agronin Astritin, këtë ata Astritin që kanë nga ma shumë. Fatonin, se grafika ka shumë domethënë këtë vetë, për shkak që është edhe një teknologji e re e cila që vjen. Kjo në fakt është risia, të cilën do të zbulosh diçka, sepse edhe tek promoja e ballos, unë e di se dëshiron t'ja lësh momentet, por edhe tek promoja e ballos kemi një vajzë, të themi, kështu një zonjë, e cila nuk është pjesë e radio televizionit 21. Po si dieta ndoshta bëhet nesër mas nesër. Ku doja të dilja? Nuk e di atë zonë. Mundësi ta shohim Shumë kush që ka pa ftesën. Shumë kush që ka pa ftesën edhe kanë thonë, "Wow, kush është kjo?" E si diet nesër kolegi kena me pas. Kështu teknologjia po avancohet, teknologjia po rritet, edhe në mënyrë jemi mundu domethënë që me kon edhe me teknologjinë e AI-t këtë rast edhe tonë. Mund t'jenë mirë se gjithmonë pjesë ballos, zakonisht tek sheshi, kanë qenë për shembull pikat të cilat janë këndu këngë hite ndër vite botërore, domethënë janë këngë të reja, të padëgjuara dhe janë emra shumë të mëdhenj që do t'i kemi. Janë këngë të cilat faktikisht i kam punuar për dita bashkë me Naimin, bashkë me Gjevdetin, bashkë me ekipin e madh, që të fakt janë marrë të çdo detaj, duke mi falendëruar gjithë secilit prej atyre artistëve të cilët fakt kanë gjetë gatishmërinë dhe kanë qenë, por në anën tjetër u mundu domethënë edhe stafi, u mundu dita që mi përshtat cila i flenë Manjollan Albani, cila i flenë Eneda Taripet, cila Gjenziles, cila Vesa Smolicës, cila Jehonës, cila Besjanës, kështu që i haroj. I përmendëm. Ka edhe shumë të tjerë. Dhe e bukura këtyre këngëve është që përveç që janë jashtëzakonisht artistike, të padëgjuara më parë, janë këngë që i dedikohen momentit. Jo vetëm dashurisë, emocioneve dhe gjërave të bukura, por edhe jetës sociale në vend. Po. Janë këngë që ndoshta nesër mas nesër prap vitet vijnë, edhe balloja nuk ndalet, se fillu mas 6 vite dhe unë uroj që edhe vitin tjetër, po këto këngë na duhen edhe për vitin tjetër. Okej, bukur. Po e di që dita s'nalet, nuk punon edhe pak më shumë. Përderisa bëri tek zëri gjitha ato këngë. Po. Bashkë me Naimin dhe Gjevdetin, sigurisht në ballon tjetër do të kemi diçka tjetër, jam e bindur për ta. Por të flasim pak për pjesën që konsiderohet ndër më të veçantat e që në fakt ka qenë risi shumë vite më parë kur filloi balloja, vazhdon të jetë edhe sot risi. Valsi, vallëzimi, gara mes çifteve, është njëra prej pjesëve më të veçanta të kësaj ngjarje. E bukura. E aty je ndër më të rëndësishmi, sepse ke bërë një punë jashtëzakonisht të madhe. E bukura e krejt kësaj është për shkak që e rëndësishme ka me qenë edhe tapeti kuq.
që nga tapeti kuq, domethënë është shumë e rëndësishme, domethënë për secilin të pranishëm që të vinë, aq më tepër një detyrim shumë i madh për ata të cilët faktikisht do të gjykojnë në atë mënyrën do të gjykojnë për të mirën, sepse do të vlerësojnë, është një uri që e vlerëson ardhjen e vlerësimi secilit. fillon nga tapetin e kuq, për shkak që këtë vetë për dallimeve të viteve tjera, domethënë po e marr shembull që vlerësohen çifti më i mirë, dy çifte, domethënë këtë rast femën dhe mashkull, që kush i ka jepë rëndësi dhe kush duket më bukur domethënë në tapetin e kuq dhe i ka jepë rëndësi domethënë veshjes. Pastaj janë dy çiftet këta që përzgjedhen, pastaj janë çifti më i mushuar brenda natës që vallëzon, edhe çifti më i ri i cili është pjesë e kësaj nate që vallëzojnë. Dallimi mes dy gjeneratave, pastaj janë tri çiftet kryesore, se zakonisht tri çiftet. Ju e patë edhe tek Kafe Mlabin që unë ditën e Florinin veshja japa prej Prime Travel, domethënë që shkojnë edhe ata pjesë i bashkangjitën ato me tri çifteve të cilat faktikisht domethënë veç sonte përzgjedhen. E di që Prime Partner, Prime Travel për ndryshe në shtator janë tri çiftet bashkë me ditën e Florinin 4, por në anën tjetër është edhe Miloti me Arianin që shkojnë për qiellin. E di që tek Harmonia Group, domethënë është çifti më i vjetër me çiftin më të ri, që është dikush është një kombinim edhe interesant tek ftohtë e nxehtë, tek Graniti pak që kanë me qenë mu përcjell prej tënve. Është Harmonia Group është në Shqipëri, është në Durrës, edhe di që 5 ditë kanë mi pas all inclusive gjitha. Pastaj çiftit të cilat fakt i kanë japë rëndësi veshjes dhe dizajnet më të mira që përzgjedhen dy çiftet, ata do ta kenë fatin që me ardh bashkë me Labin, bashkë me emisionin i Kafe Mlabin, në atë New Mediterranean, i kanë brenda 5 ditëve i kanë all inclusive gjitha, po e kanë një mundësi tjetër për shkak që unë edhe ato ditë e gjiroj sa më një Kafe Mlabin, kanë mundësi mi taku edhe estradën, nënën tjetër edhe me pa që realizohet edhe një emision mrenda sezonës verës. Tani, për te kësaj, është edhe një tjetër element që dua ta te kësaj. Për shembull, kemi shku një 3-4 herë, ky s'më pëlqen, ky s'më bën, kjo ngjyrë nuk shkon, ky element nuk shkon, kjo sako se nuk e mbërthen dot Lorikun. Po flasim për Valone Fashion Group, të cilët do të kujdesen për pamjen time, qëndresës, edhe Labi bashkë me Valone Fashion Group janë në një vend, do të kujdesen për Lorikun dhe të tjerët për besaj. Po të marrë këtë element sepse e di që na ke kushtu. Jo, kështë një këtyr fatosin, mashallah që qatë rëndë Lorikit ja ka nis fatos, ja komisë dhe unë në kohën e fundit. Nuk ja shumë për të rruga. Kemi nis, për na vinë rëzët e djedhet si të polit që i kemi shkum. Po ju tregoj që është koha me fillu me mendu diçka tjetër, jo veç hamburgera. Kështu, po, unë i falenderoj Valonën, për shkak që prej momentit parë, domethënë Beneku dhe Valoni thanë, po jemi të gatshëm, domethënë që të bashkëpunojmë si vjetë, domethënë bashkë me Radio Televizionin Steni. E di se shumica e dizajneve janë kry mrenda për mrenda, e di që keni me shkëlqyer secili mënyrën e vet. Në anën tjetër edhe unë ju mundu pak a shumë për dikën mu për kujdes, edhe as më tepër mu për kujdes për veten. Falenderoj shumë në emër të gjithëve, sepse me të vërtetë na ke kushtuar shumë vëmendje, mua, qëndresës, Erës, Lorikut, edhe ditës e të tjerëve. Tani, e them që kjo ngjarje më tonë të shndrohet në çdo, do të thotë të vazhdoj pra, si në të kaluarën. Unë do doja që të flasim pak edhe për elementin shumë të rëndësishëm. Një element tjetër shumë të rëndësishëm. Ka më shumë se 300 vetë që unë personalisht ju kam dërguar ftesën. Nuk them 100%, por në 80% e këtyre 300 vetëve që të gjithë kanë qenë jashtëzakonisht të lumtur për ftesën që ju kemi bërë dhe kanë shprehur një gatishmëri të madhe që të bëhen pjesë e ballos, qoftë duke shikuar, qoftë duke u bërë pjesë e valcit dhe gjithçka tjetër. Është një element shumë i rëndësishëm ky që na tregon se shoqëria jonë, shikuesit tanë kishin nevojë që kjo ngjarje të rikthehet në ekranet e televizionit 21. Ti e din që shumë mirë, domethënë që Labi edhe Radio Televizionin Steni ka raportet shumë të mira, domethënë me shumë salla, cilat pak janë në vendin tonë Kosovën tonë. Bërën përzgjedhjen e White Gardenit tu nis prej numrit shumë të madh, domethënë
musafirëve të Vi cilët janë 500 janë të ftuar, po. konfirmuar. Janë ftuar, domethënë, prej Kosovës, prej Shqipërisë, prej Maqedonisë Veriut, prej Malit Zi, Preshevës, Medvegjës, Bujanozit, po kemi edhe musafirë të cilët vinë enkas prej diasporës vetëm për me na nderu tek përvjetori edhe tek balloja. Kështu që është një numër shumë i madh, edhe uroj që të shkon edhe të kalon për mrekullitë të Zotit, uroj që ta shijojnë secili që vjen me shiju deri në pikën e fundit, edhe me gjetë vetën brenda asaj nate, por edhe uroj që edhe na, që cilët fakt kemi punu edhe kemi jep maksimumin, ta shijojmë bashkë me ta, edhe në anën tjetër ta vlerësojnë atë punë të cilën fakt e kemi mbrit deri këtu ku jemi. Nuk po të marrë shumë kohë se po ikin minutat, ti ende ke këtë dukse në veshur. Akoma dhëtë më shku edhe Krejt në fund, elementi më i përfundur. Dhe edhe syzat i majta në mision se edhe syt sot gjatë gjithë ditës po mërin visht aju, nuk e di pse pa gjumësia. Pa gjumësia dhe shumë elementet të tjera që vinë më pas në këtë rrugtim. Krejt në fund. Kujdo që i kam dërguar ftesën, pyetja që më kanë bërë është se duhet kemi këtë foton e fëmirisë. Bile Lori po më pyet, tha, apo më tregon tha se kërkush s'po më jep informacion. Tash Lori veç gjeje. E di që e ka shpjegu ditat e një kafe me Labin, ta përmendim shkurt. Po e shpjegojmë edhe tani. Është njëna prej këngëve që në faktikisht domethënë duhet patjetër me qenë që këndohet brenda natës. Edhe që duhet edhe përpas që këndohet, na duhet edhe ta shikojmë domethënë veten. Sepse brenda këngës i flasim vetvetes. Ku kemi qenë, ku jemi, ç'është jemi, domethënë, kështu që ajo është, na duhet një fotografi me pas në telefon, është një kujtim i bukur, kënga këtë anën tjetër këndohet, po ti një mënyrë flet nëpërmjet tekstit këngës, flet edhe me veten brenda asaj foto. E don, unë prapë thëmë, jam me fatë ma besoj dita që me qenë prapë pjesë e kësaj ballo, po jam me fatë për shkak që e kom gjetë mbështetjen e përkrajen prapë për kolegëve të Radio Televizionit 21, edhe unë nuk muj me marrë meritën as pak ndaj vetvetes, për shkak që kjo e gjitha që bëhet është falë një bashkëpunimi, një koordinimi, edhe falë një familje të madhe, e cila është familja Radio Televizionit 21, që e sjellin më të mirën edhe për shikuesit. Edhe falë një motori që nuk ndalet asnjëherë, madje na frymëzon edhe na inspiron gjithë neve, çdo ditë, për me dash punën që bëjmë, për me dash profesionin dhe televizionin pjesë të cilit jemi. Edhe pse ata janë prap në mosh, apo prap në mosh, po ata ndjejnë vjetën si me qenë barabart me neve, po e tha edhe dita edhe te unë. Të tregoj një detaj, Na dalë në penzion, po ta prap se prap nuk mujmë pa qenë. Të tregoj një detaj, karriget tona janë kështu. Po. Edhe sa herë që dita vjen, kalon, unë bes të shiku vetën, të shiku qëndresën, Gilin, Meritën e të tjeret, e të thamë, na kem këtë mosh dhe shesi vjen dita me këtë pamje, ka që elegante, ka që lumtur, plot jetë. është vështirë që thua është të mëshuar. Bile zusëm duket fjallë adekuate për te. Robi plakët kur të vetë. Labi, nuk të marrë më shumë kohë, të mora në fakt shumë kohë. Me të vërtet falenderoj për gjithë shka që ke bërë për të rikthyer këtë ballo, për krejt mbështetjen që i ke dhënë ditës edhe secilit prej nesh në televizion. Nganjëherë është jashtëzakonisht e rëndësishme të kesh dikën që i bën një telefon edhe thotë po, këtu jam, edhe nëse vërtet nuk i ka mundësi që t'jetë aty, ai e gjen kohën dhe mundësinë. Faleminderit shumë. Faleminderit Don, faleminderit shumë, faleminderit, jam shumë e fat që jam pjesë e këtij kastit mrekullueshëm të Radio Televizionit 21, po e di që edhe ti mundohu më shpejt edhe me tjerë se kjo tavolinë është e përkushtuar për granitin. Granitin pas pak kemi me pas. Me një pamje glamuroze, shumë të veçantë. Këtu do të ketë ftuarit. Domethënë ftuarit e tij, kështu që është menduar për post tapetit ku që edhe ftoft të nxehtë realizohet pikërisht këtë. Mos i ndajmë që të gjitha. Gëzuar, për shumë vjetë të ballës. Faleminderit. Do të provojmë që të gjejmë Majlindën, ajo është marrë me dekorin, me gjithë shka që... A ta thirrë në Majlindën, ja qas mikrofonin edhe të vjen. Jo, do ta marrë diku tjetër Majlindën, dhe do të flasim për të, për krejt këtë dekor jashtëzakonisht të bukur që ka bërë dhe për krejt punën e saj të palodhshme, që kjo ngjarje të vije në mënyrën më të mirë të mundshme. Majlinda më duket që më në fund të gjeta,
Oj, Majlin! A të mysafir! Hajde që shtëpi e madhe jemi. Faleminderit shumë për kohën e dashur. Si kam? A je lodhshme? Jo. Si është e mundur që dukesh kaq bukur mas krejt këtij angazhimi që ke këtu? E kam ekipën shumë të fortë. Okej, apo do me pushu pak? Po. Hajde. Mu më pëlqen, pas na pas Çto nevojë thjesht, edhe a? unë. Pas kam pas nevojë edhe unë. Majlind, e kujtoj intervistën që kemi realizuar para ca muajsh në Bombon, edhe i kisha ato, jo kanë frikë, jo kanë tremb, cila do t'jem pyetje dhe mandej dole shumë bukur. Apo? Dhe në fakt, e di që ke pasur frikë, përgjithësi, tremb dhe gjithçka tjetër edhe në këtë organizim, sepse është shumë më ndryshe prej organizimeve të tjera që ju realizoni. Jo që s'janë të një niveli të tillë, por është më ndryshe. Si e prite idenë e labit dhe të ditës që ne të organizonim ballon në White Garden? Me të vërtet ka qenë e veçantë ideja ku labi telefonoi Majlind, a jemi gati për një ballo? Thash, patjetër se po, veç do të më ofercu kogja shumë, për shkak se është një prej ndejave më të veçanta. Është fakt, vazhdimisht organizojmë ndeja në White Garden. Po si kjo ballo pranverore është diçka e veçantë dhe ku tjetër përveç se në White Garden i përshtatet një ballo. Kun më shumë nuk besoj që Kun më shumë duket është kaq thjesht bukur. një kopsht me lule edhe ka me u dok një ndej shumë gjigante edhe e veçantë. Cili është elementi që të zhdukur më sfidues? Kur themi White Garden, në kupton që ka lule pafund, por jo çdo lule i shkon përshtatje një balloje si kjo e televizionit 21. Lulet cilat janë përgjedh me shijen, cilat i përshtaten saktësisht kësaj ndeje balloj pranverore që është planifiku. Edhe jemi mundu që saktësisht të marrim secilin lule me qenë e veçantë. Dhe na për tavolinat e mysafirëve kanë me qenë lulet e veçanta, afër tyre dhe qirenjt që më do sa më romantike. Dhe cila është pjesa më e këndshme që ne do të kemi mundësi ta shohim brenda sallës ku do të mbahet, natyrisht e përmendi labi edhe tapetin e kurth dhe gjithçka tjetër, hapësira ku do të jetë emisioni ftohtë të nxehtë. Pra ka elemente të shumta të cilat janë ndërlidhur me njëra tjetrën që të sjellin diçka vërtet unike. Ka shumë elemente, po flas përveç hapësirës White Gardenit që është madhështore, do të thotë është ka me u vendos edhe tapeti, koç që ka me dhënat ndjesinë më ndje pak më veçantë ose një ndej më madhështore. Okej. Mandej edhe pjesa e brendshme e sallës është dekoruar në atë formën që më dok sa më e bukur edhe më e këndshme ndeja. Cila është pjesa që po të pëlqen më shumë ty? Bashkëpunimi ndoshta, edhe me stafin e radio televizionit 21, kemi një bashkëpunim shumë të mirë edhe kuptohemi shumë lehtë. Me labin është pak e vështirë se vazhdimisht është në telefonata. Po që jo nuk thot. Jo asnjëherë thot po. Për ndryshe është të shku gjithçka në formën që na e kemi planifikuar. Për White Garden edhe për mua si Majlin me marr pjesë me një organizim të një natës kaq të veçantë është shumë e vlerësoj shumë nga ana ime. E meritoni me të vërtetë sepse bëni një punë të mrekullueshme dhe unë po shoh që keni një staf shumë të madh këtu. Vajza të reja dhe djemë të ri të cilët janë jashtëzakonisht të përkushtuar që gjithçka në këto pak orë që na kanë mbetur të vijë në formën më të mirë të mundshme. Kështu që do doja të falenderoni me ata. Patjetër se po. Secili prej staf, prej personelit që i kemi janë mobilu që me shku gjithçka deri në detajin më të fundit me shku në formën më perfekte. Kështu që i falenderoj pa mos stafin e VG Dekorit, Albionën edhe gjitha vajzat edhe punëtorët të tjerë që marrin pjesë në këtë organizim. Tani, krejt në fund, si do duket Majlinda, sepse jam e bindur që nuk do të kemi me këto jeanset dhe me këto bluzën që është ndoshta deri në shumë e bukur. Deri në ora 5, po, patjetër. Kam vendosur me pas një afërdita më ka porosit një fustan të gjanë, tjetër drejtoresha me pas, po nuk kam mujt me siguru ato, po është pak se i gjanë. është që i përshtatën ballos pa tjetër, se po. E dashur, të falenderoj shumë për krejt angazhimin që ke bërë dhe vazhdon të bësh edhe në këtë pak orë që na kanë mbetur për ballon pranverore. Me të vërtet kënaqësi që të kemi bashkëpunëtorë si ju. Faleminderit ty, e faleminderit më shumë që gjete vendin ku me marrë intervistën, se shumë kom pas nevojë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Janë duke u bërë gjërat e fundit, më thëtë përgatitjet e fundit më mirë të themi, duke filluar nga zëri, gjirimi e gjithçka tjetër. I kemi Hajdarin me djemt e ekipit e vet që po bëjnë soundcheck edhe shumë shpejt. Hajdar, përshëndetje, mos na e kthe shpinën të lutem. Kush të ka lodhur më shumë ti këtë krejt këto vjet
se kom zërin mirë, s'ka dalë diçka mirë? Labi. Labi, a? Qysh po njerëz që po e rikthejmë ballën sot? Mirë, super. Po të Më pëlqen? thonë na ka mungu, që 4-5 vite që jem të mojt, po. Të 6 vite po është okej. Ka me qenë një mbrëmje shumë e këndshme Shumë e sot. mirë, dhe më thonë, E unë i kam do me që i kam për i me meq. 15-6 fillojna, 6-15 hind live e donat e lajmet. Se mundet me qenë edhe Loriko se qëndresa. I lirgërani. Vazhdo projët e nga, tregoja planin që shkina me bo, planin operativ. Qysh është e mundshme me pas një ekip kaq të mirë, kaq të madh, edhe në asnjë ditë të vetme mos me thonë, që kjo s'u bo, qysh s'mrita me bo qëta. Këta ka me mona që jënë sët, këta e kanë një bagazh shumë të madh, që 2 ditë jënë të mbunu ka 48 orë, Okej. pa nalë hiq, 1 ndrim, 2 ndrim, edhe punojnë me zemër. Nuk e vën dyshim këta. Asë njoni, Pebe, Ratit, Zimi, Sadiku, Oki, Fatosi, Ombi. Krejt janë të mrekullueshëm. Qëra, krejt janë shumë të mirë, ama janë 2 katunar që i ka televizioni 21 e pa ta nuk bën heq. Kush janë ata? Qita 2 qëto. Haki, tash e sa vjet je pjesë e televizionit tonë. Je njeri që i kushton çdo detaj skenografisë. Sa ka qenë e rëndësishme për ty që këtë vit të merresh përsëri me ballon? Ishte emocionuese? Jo, se pe provojës shumë vjeqare, edhe pa pretjes, pa kur gjë heq, mësë më të rajt heq, aty këtë më të kalzu shumë drejt. Absolut jo, heq. Po të pëlqen kaq sa për shkak? Po, shumë. Është ekipi shumë i mirë, është ekipi shumë i mrekullueshëm, kemi bashkëpunim shumë të mirë me çdo njërin, edhe është shumë kënaqësi sidomos me punu me Labin. Faleminderit. Se Labi na ndihmon shumë, E vërtet. çdo detaj, çdo sene nuk na lëshon. E vërtet. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit edhe juve. Lutem. Punë të Faleminderit marë. shumë. Shihemi në ballo pas Gjithashtu. pak. E tani shkojmë tek regjia mobile e Radio Televizionit 21. Aty është Agronit e Astritit, të cilët do të kujdesen që gjithçka të transmetohet në mënyrën më të mirë të mundshme të kësaj ngjarje shumë të rëndësishme për televizionin tonë në këtë 28 vjetor të themelimit, në këtë vals të rikthimit. E kjo është regjia mobile e Televizionit 21. A di çka më thanë? Mos shko një herë, prit edhe pak se janë shumë në zonë, po unë nuk isha akome ju prit shumë. A di çka prit? Qëra është kënaqësi edhe privilegj me qenë mes 2 gjigantave televizionit 21. Këta me të vërtet janë gjiganta, po cili është më i madh? Astrid dhe Agron, faleminderit shumë për punën e jashtëzakonshme që keni bërë gjithë këto vjet, edhe që keni qenë një inspirim i vërtet për krejt neve në televizion. Tregom qysh po ndjeheni që po e rikthejmë ballon dhe që do të realizoni përsëri një ngjarje unike në vendin tonë. që Agroni folba nëse ti e ma. Po që me thonë, ku ka qef më të madhë. Do me thonë, na kemi punu për para, s'po ditë që me thonë, edhe shumë na ka mungu qëto, Një ngjarje me kësaj thonë natyre. spektakli, se veç jëmë bu bajat të spektakli. Po ngjarje pak ma të komplikume, ma të lezeqme për realizim. Sa janë sfiduese, sa është e vështirë? Atin që ka një sens, unë Agroni zakonisht jena mrapa kamera. Dhe Po për ton këtë- kohën juve ju shesim men ka njerë më vesh, ju thonë, po duhesh kështu, po duhesh me thonë ashtu, duhesh me thonë kështu. Fakt qure kur po vjen puna na me folë. Fali tash! Normalisht që na mungon kjo pjesë se ka kohë që nuk po na bjen që se se. Në fakt edhe në Kosovë nuk ka të ndodhë kur gjë. Kështu që për neve është shumë sfiduese kjo, po mendoj është punë që e kemi bo, mirë po sot, si me thonë, po na rikthen në qëto emocione që i kemi pas gjithmonë që të qefi se qefi jonë është që kjo punë. Me bëj gjëra të bukura që janë të rëndësishme, të vlefshme. Edhe unë e ponina shumë mirë dhe pak edhe me emocion ashtu se s'na ka ro Patjetër. edhe keri reportajit është shumë i bukur. S'po di, ta është jena të bo prova, të shohim që ka. Keni me po rezultatin shumë shpejt. Patjetër. Agron, ka shumë kujtime, shumë momente, se cili më i veçantë, më i rëndësishëm, se tjetri që ndërlidhet me ballon. Për ty cili është më i dashuri? Po, Tani prej këtij vendi tu e realizu ballon më flasim. Muj me thonë që 99%
ballove, unë asrit e kemi qenë mas kamerave. E di këtë. Ballon e kemi përjetu kur u bë after party. Kur u krye, Domethënë kur u kry krejt edhe në fakt ma shumë që jena knaq, po mendoj neve që na ka ra të nesër me kena pas maskemballin. Ajo ndodh keni ditë ma vonë, atë ajo ka qenë për neve. Me u knaqe Parti dhe se ato jo. se kena xhiru. Kështu që Gonxhe? kështu që në përgjithësi krejt ballot kanë qenë jo vetëm për jetim për neve, po unë duket për të gjithë. Edhe njerëzit që kanë ardhur edhe janë kënaq. Edhe ka qenë diçka ndryshe, diçka që nuk u bën në Kosovë, nuk u bën. Në Prishtinë, kështu që për mu s'kisha mujt me i daze, de facto. Po gëzimi më i madh ka qenë për mu kur punëtor tenishit, kur e patëm fitu me shku në Antalya. Në Antalya që ajo ka qenë për ne edhe A vësheni pse i dojnë pa që. Nuk po ju marrë shumë kohë, se e di që kam jetë veç edhe pak kohë deri te fillimi i realizimit e gjithçka tjetër. Faleminderit shumë që jeni inspirim për ne, për të gjithë, jo vetëm për gjeneratat e reja. Me gjithë që keni punuar, keni qenë vërtet shembulli më i mirë për t'u marrë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, faleminderit që kemi kolegë, faleminderit që bashkëpunojnë. Edhe na, si me thonë, jemi lumtur që bashkëpunojmë me ju, me secili, sidomos shef ato, se për shembull. Ku ka djalë aty? S'ka. Shife. Faleminderit shumë. Mos ju marrë më shumë kohë, punë të mbarë. Që kaq nga magazina Bonbon këtu nga White Garden, ku pas pak orësh do të filloj balloja pranverore. Detajet e kësaj nate madhështore, jashtëzakonisht të rëndësishme për Radio Televizionin 21, do t'i keni përsëri nesër në takimin ton të pasditës. Mirupafshim. Këta janë të tmerrshëm, sa janë edhe të mirë. Okej, detajet e kësaj nate të mrekullueshme do t'i keni nesër me të vërtetë në takimin ton të pasditës. Faleminderit për vëmendjen. Nuk e heki kurrë për jetë.